A e njihni në ikon që e ka trupin e burrit e mendjen e fëmijës. E kjo punë nuk është qaq hajgare, është sindroma e Peter Panit. Sindroma e Peter Panit është një fenomen psikologjik që ndodh kur individët përballen me vështirësi nga kalimi i adoleshencës në moshën madhore, duke mbetur emocionalisht të papjekur. E ky koncept është quajtur sipas personazhit Peter Pan, i cili nuk urret kurrë. Ata varen nga prindrit ose kërkojnë një partnere që t'ju shërbejë si nën kujdesare. Njerëzit shpesh gra që kujdesen për një Peter Pan duke marrur të gjitha përgjegjësitë dhe duke duruar papjekurinë e partnerit. Këta individ bëhen nëna në vend që të jenë partnere të barabarta. Por ja cilat janë karakteristikat e një Peter Panit? Në ne, frikë nga përgjegjësia. Ata shmangin punën serioze, përgjegjësitë familjare dhe lidhjet afatgjata. Në ndë, varësi nga të tjerët. Ata shpesh varen nga prindrit ose nga një partnere që t'ju shërbejë si nën kujdesare. Egocentrizmi dhe impulsiviteti. Dëshirojnë kënaqësi të menjëhershme, shpesh janë egoist dhe nuk i mendojnë pasojat. Vështirësi në ndërtimin e lidhjeve të qëndrueshme dhe afatgjata. Marrëdhëniet e tyre shpesh janë sipërfaqësore dhe të mbushura me konflikte. Nën 5, idealizmi i rinis dhe ikje nga realiteti. Ata kanë një lidhje të qëndrueshme dhe të fortë me argëtimin, fantazinë dhe lojrat dhe një refuzim të rreptë për t'u përballur me jetën reale. Në këtë lojë Peter Pani nuk është thjesht një njerëz që nuk rritet, por nuk i lejon as të tjerët të rriten. E shumë gra bëhen Wendy duke u kujdesur dhe duke mbajtur përgjegjësi që nuk janë të tyre. E nëse i njeh këto shenja, duhet ta kuptosh, rritja është zgjedhje, jo dëshirë.